Vetëm gjatë ditës së sotme, kjo është vetura e 4 që ka ngelur në nënkalimin në lagjen Dardania. Sa herë kemi të rreshtura të shiut, kjo nënkalim bllokohet. Autoritetet komunale thonë se kanë një projekt për të zgjidhur këtë çështje, por ky projekt akoma nuk është duke zgjetur zbatim. Me të arritur ekipet të televizioneve në këtë nënkalim, erdhën edhe njësia e zjarfikësve. Shoferi kishte ngecur në automjet, ndërsa sipas Avni Ahmetit, paraprakisht kishte ngelur edhe një familje me një fëmijë. Aty ka pasur të vendosur edhe shirit për të mos kaluar, por sipas Ahmetit nuk është respektuar. Nga mëngjesi, siç e shihni, domethënë është një grumbullimi shumë i madh i ujit këtu në nënkalimet e lagja Dardania. Ne kemi vendu sinjalizimin që kjo rrugë nuk është kaluese, mirë po qytetarët të pandërgjegjshëm futen me veturat, i hekin edhe sinjalizimin e duhur që ne e kemi vendu këtu. Po i lus qytetarët që mos shfrytëzohen këto nënkalime për arsye se na nxjerrin edhe probleme neve si zjarfiks. Deri tash kemi nxjerr 4 vetura. Po, domethënë kishim më herët një veturë me fëmijë brenda, kështu që ne bënam atë intervenimin tonë. Nga komuna e Tetovës thonë se ata janë në gjendje gatishmërie për të intervenuar aty ku është e nevojshme. Deri më tani situata ka qenë stabile. Sigurisht që punëtorët e sharit dhe të NPK Tetova Tetov kanë qenë vazhdimisht në terren. Jemi informuar nga ato se kanë ndërhyrë në disa pika ku është parë e nevojshme. Në nënkalimin e lagjen Dardania lidh poligonin autoshkollave të qytetit, por edhe një lagje me rreth 100 shtëpi. Sa herë kemi të rreshura të shiut, zjarfikësit e Tetovës nxjerrin ujin në pompa që ky nënkalim të bëhet i kalueshëm. Kjo lagje ka mungesë të kanalizimit fekal dhe atmosferik. No.